Bien. Ajo do bëhet thjesht si informacion. Thjesht si informacion. Po. Si problem. Jeni dakord ta fusim rendite? Kush është dakord? Kundër? Ha. Si? Do e fusësh ti? Okej. Okej. Tjetër, kush ishte? Antoni. Përshëndetje gjithëve. Kam për kazanat e meturinave 1, për sinjalistikën rrugore 2 dhe për punimet që përbon ke pallatit, ke kullat, ke pazari, për problem të një pallati që janë bërë punimet aty. A janë bërë në bazë të projektit, apo nuk janë bërë, se më të informacion ose që di une nuk janë bërë në bazë projektit. Do me thënë kërkon informacion për disa problematika. Kush është dakord? Kush është dakord? Atëherë miratohet. Tjetër, Laurini. Faleminderit. Gjithashtu dhon kisha për pjesën e koshave motorinave, menaxhimi dhe zjarrvënia, domethënë që po e shohim këto ditë të fundit si po menaxhohet. Gjithashtu kisha dhe informacion për pjesën e bujqësisë, kanalizimet dhe gjithashtu dhe për pjesën e ujësjellësit, si po vijon. Tash ju kërkoni informacion normalisht. Do ta diskutojmë, do bëhet në protokoll dhe informacioni do vi mbledhjen tjetër. Po pra, do bëhet në protokoll edhe Albert. Unë dhe paraqes një kërkesë, e kam dhe me shkrim, për pagimin e qeras të zyrës Partisë Demokratike Dega Kurbjek. Pagimin e qeras. Nga kush kërkon me paguat qera? Bashkia. Nga bashkia. E ke kërkesë. Përqind muaj mars 2025. Drejtor shpejtëse edhe VAP. Si doni, është ndorën tuaj. Jo, para se ta e në votim, a ka pyetje diskutime lidhje me ndihmën ekonomike? Për ndihmën. Po, kam një pyetje. Po, kam. E ju lutem. Aida, po. Nderuar kryetare e Këshillit, ju lutem, të nderuar pjesëmarrës. Dy pyetje të thjeshta kam lidhje me ndihmën ekonomike. E para, duke referuar komunikimit që konsistent që ka ekzistuar gjatë gjithë kohës me zyrën e punës, pyetja e parë lidhet sa persona që marrin ndihmë ekonomike janë të aftë për punë dhe sa prej tyre kanë bërë kërkesë për punësim. Lidhur nga kërkesat për ndihmë ekonomike, a ka patur rakordime me zyrën e punës me qëllim punësimet personave përfitues të ndihmës ekonomike. Se në rast se ka persona të cilët e refuzojnë punësimin nga zyra e punës, pse t'u jepet ndihma ekonomike? Faleminderit. Ha drejtor. Të lutem, afroje mikrofonin o nën kryetar. Kaloja mikrofonin. Jemi vetëm për projektin e këshilluar. Të nderuar këshilltare, sot ky projekt është për miratimin e 6%-shit të ndihmës ekonomike. Dakor, ajo është shpjegim në mënyrën e ardhshme, duhet të marrë shënim drejtori, pasi nuk janë pjesë e rendit ditës. Shumë me mirë kuptimin tuaj. Se ka ndonjë person kompetent që ma jep përgjigjen edhe sot, jam dakord. Për shembull, kemi një Alo, jam ledhje Këshilli, ha. Si?
Jo, për zotin veç fol me bërë. Konkretisht, ka një list, një caktuar se sa persona kanë aplikuar për të zyra e punës. Nuk e kanë marrë, sepse unë di që të zyra e punës ka mjaftueshëm pozicione e pune profesionale, dhe lidhur me këtë në rast se ka, pse jo, t'ju jepet ndihma ekonomike atyre personave të cilët janë vërtet në kushte më të mjerueshme se sa ta personat të cilët mund të jenë 46 vjeçar, 50 vjeçar, të cilët janë të aftë për punë. Faleminderit për përgjigjen, do i lutesha që të kishte edhe një bashkëpunim lidhur me personat të cilët unë personalisht i shoh që janë pjesë e ndihmës ekonomike këtu, por që mendoj që një 46 vjeçar mund pa me aftësi për punë, mund gjej një punë dhe është i ofrohet nga zyra e punës një punësim dhe rahat thot mos shkojmë punë, po të marrë këtë ndihmën ekonomike ku fare mirë mund ta marrë dikush që është më tepër nevojë. Faleminderit. Atëherë, edhim votim. Kush është pra? Kundër? Miratohet. Kalojmë pikën 2. Projekt vendim për miratimin e vazhdimit procedurave të heqjes nga fondi pyjor kullësore, cilat do t'i nënshtrohet procedurave të heqjes për zhvillimin e aktiviteteve minerar nga shoqëria Kotica SHPK. Tani, kush përgjegjësi drejtori? Drejtori, po. Kemi 2 relacione dhe projekt vendime. Veç lutem në mikrofon. Kemi 2 relacione dhe projekt vendime, andes. Dhe projekt vendime për 2 subjekte, Kotica SHPK dhe Cara SHPK. Për Koticën SHPK. Unë kërkoj mirëkuptimin e gjithë antarëve të Këshillit, sepse pas dhënies së leve përkatëse nga 2 institucionet, Ministria e Minjerave dhe Ministria e Mjedisit, ju thjesht është detyrim ligjor që të kalohet si projekt vendim, sepse thjesht po bëni pengesë për mbledhjen e të ardhrave. Për ne është detyrim ligjor me të ardhrave për bashkinë që këta kanë. Apo për ty me asjell këto. Kjo është pjesë detyrimi edhe për jo debat me këtë lapsën çfarë. Albert, ata ngjëm deri në fund, pastaj merr fjalën, diskuto sa dush. Sepse un kam bërë 2 takime para prake edhe me Arbër Lekën, edhe me përfaqësues tjerë, ku ju kam vënë dispozicion 2 lejet përkatëse, ju mund t'i keni edhe para i pjesë, janë 2 lejet përkatëse të 2 ministrinave të linjës, që janë dhënë për të 2 subjektet, me sipërfaqe dhe koordinata. Dëgjoj, nuk unë kur them se është detyrim ligjor, ne nuk kemi pjesë si bashki. Kur na gjej ligjin që thotë duhet na votu prokat ose kundra ose detyrim ligjor, është detyrim ligjor. Mos më keq kupto, Robert. Detyrimi ligjor është firmën që të vazhdoje procedurën dhe të punojë atje. Ju si e ka lut pro, Luigi, si e ka lut pro, si e ka lut kundra, ju nuk e pengoni asë në firmën do të ushtroj aktivitetin, sepse ka marrë lejen nga 2 ministrit përkatëse. Këshilli në është ka për ta votu
100% prapa, ti mos thuaj është detyrim ligjor me votu. Unë nuk u detyroj ju që të votoni pra së kundra. Ju lutem. Ti për detyrë me këshill. Ju lutem. Këshilli mendos vetë. A votum kundra herë tjetër, pse solle prap? Unë s'po detyroj ju që të votoni kundra se pro. Ju lutem. Unë po them detyrimin ligjor që Ta ngjojmë deri në fund, mos të kapemi mas fjalëve, mas gjanave që s'është për tu kap, ta ngjojmë relatimin, shohim si janë punët, ça kërkohet nga ne, ju lutem. Ta ngjojmë deri në fund relatimin e drejtorit, diskut pa. Po kryetare. Edhe ne nuk kemi tashti. Po zonja kryetare. ju nështë ke diskutut, unë nuk u shpreha gabim. Unë thash që zonja kryetare. Kush është të më thirë? detyrimi ligjor Nuk ka detyrim, ka mirë kuptim. Nuk ka detyrim, është me mirë kuptim. i ka marru hapa firma. Firma i ka zauru. Drejtar. Detyrimi ligjor ishte me sjellje. O drejtar, nuk do ta bëjmë debat këtu. Që firma është në rregull nga ana ligjore. Ju lutem. Po jo mos po detyroj. Po avash se një fjalë. Është në rast se ju keni detyrim për bashkinë që të merret dy taksa, mos u bëni pengesë. Ju ftoj që ta miratori, kaq. Drejtor, Ju lutem. drejtor, ty të duket detyrim ligjor, sepse mori një miratim radhën tjetër që në muajin janar që kërkoi detyra. Drejtor, të duket detyrim ligjor ty sepse ne të propozimin që bëre radhën e kaluar në janar sikur kishe kryer detyrat dhe ne ta miratuam. Prandaj bëm kështu. Duhet kishim qenë në mbledhjen pa ndryshën që ti ishe pak më ndryshe sot. Kështu që kujdes me deklaratat dhe me komunikimin që flet këtu me neve. A t'ja japi mundësin ta qoj deri në fund? Drejtor, a ke gjë tjetër? Nën kryetar, po me radhë mor burri dheut me radhë. Sipërfaqja është 9 pikë, për koticën është 6.5 hektar. Firma përkatëse nuk e ka zhvillu aktivitetin, nuk ka fillu aktivitet paraprak. Është përcaktu vlera e lëndës kryesore dhe sipërfaqes që do hiqet nga fondi pyjor është një vlerë të përafër të llogaritur në 1.700.000 lek. Ju i keni gjitha para dokumentacionet përkatëse që i përkasin firmës. Nuk e di nëse në lidhje me raportin keni në i gjë në i pyetje. Po, kam unë pyetje. Po, Me radhë, prit, mëroj drejtorit. S'kemi pse e bëjmë kaz këtu, merremi vesh. A mbarove drejtar? unë për lexoj shkresat, ju i keni gjitha në kompjuter. Jo, në qofse është në zarf, nuk është e nevojshme ta Nëse doni të lexoj shkresat Jo. dhe urdhrat, unë va u lexoj. Ju i keni para. Unë nuk kam çati shtoj. Çka keni gjatë pa qartë, mund të më pyesni. Tashti, o drejtar, me pak fjalë për mblidhe. Ideja është, ai ka marrë lejen, subjekti ka marrë lejen e shfrytëzimit, tash ne si këshill, çfarë bëjmë? Kalojmë nga fondi i bashkisë, e kalojmë në fond privat, pron private, si e? Po, e kaloni me heqjen, miratoni heqjen nga fondi pyjor dhe kalimin në përdorim për 10 Në vjet. përdorim për 10 Po. vjet. Toka është prap trull, është tokë shtetore pas 10 vjetësh. Pra vlerësohet sipërfaqja e bimësisë pyjore aty ku do të ushtrohet aktiviteti dhe hiqet nga fondi pyjor, bëhet pagesa përkatëse sipas subjektit në të ardhurat të bashkisë, edhe për 10 vjet ajo jepet në përdorim për 10 vjet në përdorim kundrejt një takse të ardhurave që vjel bashkia. Pyetje. Kisha pyetje unë. Po Altin. Faleminderit për kohën. Ju më sa drejtore kam parë dhe kam lexuar komplet çfarë kompania ka paraqitur. Unë kam një pyetje për ty. Ku është veriu dhe ku është jugu këtu? Të kjo hartë që ka paraqitur kompania. Dëgjoj.
Kjo është vetëm harta që tregon parcelën ku është fut subjekti dhe ku pretendohet. Janë dhe 4 harta tjera topografike të shkallës 11.000. Dosja çdo subjektit mund të ketë 100-150 faqe. Unë nuk mund ta fotokopioj gjithë dosjen, po për sqarim po të them se janë dhe 4 harta të tjera topografike me dhëna kadastrale të rregullta që përcaktojnë gjitha dhënat dhe shenjat e hartës. Çdo hartë drejton të ketë busull. Po normal që Pse s'ka busull kjo? Ku është veriu? Si ta maj? Kështu apo kështu? ajo është dhënë me të gjitha detajet, vetëm për parcelën të thash dhe i herë. Ajo tregon vetëm kufit e parcelës dhe cilës parcelë përkasin koordinatat cilat ai do të shfrytëzojë. Super, ke koordinata kam një kështu. Ju si drejtor besoj si që e njihni gjë portalin .gov. Nëse mund tani mund të shkruaj në telefon, në telefonin tënd dhe mund të vendosësh koordinatat y-in dhe x-in, ku rezulton të koordinata kjo location, lokacion. E di ku të rezulton drejtor? Ato gjen Në Somali, sepse ai që ka bërë këtë hartën ka ngatruar y-in dhe x-in. Ka ngatruar komplet kolonat në Excel-i. Kjo një. Po, kushte doje tani e ke tek geoportal.gov.al, fut koordinatat ku del lokacioni. ideja mjedisore Tjetër, prit, ta mëroj tjetër. Kam diçka tjetër. Këtu e ke 47.71.33.6. Mbas pikës duhet ketë 3 shifra, sepse pik 6 e ke këtu, nëse unë ta bëj pik 69, zgjerohet terreni. koordinatat Po, janë koordinatën e ke pik 6, do të ishin 3 shifra pas pikës. Jo, koordinatat janë përcaktuar nga Ministria e Linjës, sepse këtu te leja minerale ja ku i ke koordinatat në sipërfaqen që do të shfrytëzohet dhe busën për drejtimin dhe dhënat kadastrale. E përcakton Ministria e ju e keni kap si gabim, ku vendos kufirin ti? Urdhra? Ku vendos kufirin, mbas pik 6-s, rrethin. Ne vetëm bëjmë konfirmimin terren të koordinatave zë. Po për terrenin po flas pra, tu ke pik 6, do të ishte me 3 shifra. Nëse unë mbas 6-s vendos 99, i bie që unë zgjerohem në terren, të marr terren më shumë. Ora ti flet për numrat e koordinatave. Koordinatat janë fikse, janë me numra fikse më. Kush është me numër fiks? Me koordinatat. Drejtor. Përcaktojmë me numra fikse. Të lutem, lexoj udhëzimin siç duhet. Mbas pikës duhet të jenë me 3 shifra. Dhe ka 2, 4, 8, 9 numra. Drejtor, mbas pikës duhet të jenë me 3 shifra. Unë ose po të kuptoj ty ose Ajo afoni për koordinatat. po të kuptoj më fashë ose shpjegon. Ata e nderuar këshilltar, do kërkoj mirë kuptim pasi këtu jemi në nivel pak shumë të lartë të drejtuesish dhe njerëzish, të cilët janë marrë me punë shumë serioze. Edhe për të kap me lëra fjalësh dhe me ca detaje që këto janë miratu ministri dhe ka ardhur firmë ministri dhe kanë ardhur këtu ne. Ne kemi studiu, janë dosje të voluminoze, nëse keni dyshime, mund vini te zyra, ti shikoni edhe harta të tjera që ju referoi drejtori. Po unë mendoj që mos ta humbim kohën. Nderuar në kryetar. Mos ta humbim kohën me këto Nderuar në kryetar. Nuk është nuk janë, po janë lëra fjalësh, të cilat mund të kapim ide nesër, pse i ke graf longë djathtas, pse i ke graf majtas. Tu janë hartat dhe nuk luajn. Janë harta të marrë nga hartat ekzistuese, janë pak të vjetra dhe janë ca y x që ne janë inxhinierë ato që merr. Nëse keni pyetje konkrete, çu bëjmë? I nderuar në kryetar. Nuk është lojë flokësh as majtas as djathtas. Është një pyetje nga ana ime, ju si bashki kur e keni marrë në dorë. Nuk është se kupton pyetjen. Kjo është një pyetje. Pse ka ndryshim y-i me x-in? Futi tani ti dhe del diku tjetër. Që se keni gabim si gabim? Dëgjoj. Altin, kjo është miratu, koordinatat janë miratu me lejen mineralet Ministrisë përkatëse. Apo ministria ka miratu koordinatat që bashkisë do t'i marrë 100 metrë katror pa djenin tuaj, kështu i bie, ë? Po atë flasun ta mbaroj atë se unë po të dëgjoj, lutem. Edhe për kulturë, se ne jemi tash do ta marrim bash me një tjetrin. Po pra. Këto koordinata që i ka miratu në leje Ministria përkatëse ne bëjmë verifikimet në terren dhe koordinatat nuk kanë koordinuar me verifikimet dhe pikat në terren. Kaq kam detyrimun. Në qoftë se ministria dhe sekretari i përgjithshëm i ministrisë për cilës është kompetent për dhënien e lejeve e ka hedh gabim, mos më pyeti për këtë punë. Ju i keni verifikuar? Më ka koordinuar në terren koordinatat me dhënat që kanë ardhur jam në rregull. Je në rregull ti? Po. Je në rregull me këtë shifrën 47.71.33.6? Urdhra? Je në rregull me këtë koordinat?
Me koordinatat që ka pu Ministria dhe Je në rregull. Jam në rregull, po. Ja, si në rregull fare. Nëse ti si në Jo. rregull, Jo, hajde, Kristiane. unë të vetë dosën dispozicion dhe Faleminderit. Unë të ftoj drejton në kohën tënde të lirë. Të gjero portali fut koordinatat Y-in dhe X-in dhe ku del ky lokacion. Në kohën tënde të lirë dhe të gjithë juve. Këto koordinatat që keni 47 71 33.6 dhe 46 02 54 07.7 futin të gjero portal.gov dhe ku ju del kjo vendodhje. Faleminderit për kohën. Faleminderit. Ka sistemin e vetë ato që japën në vendin e ministrisë. Janë pak, nuk janë kaq pak ato, nuk besoj të shqiptin. Në nënkojtare e kupton, geoportal.gov.al, është e qeverisë, nuk është e imja. Nëse e kupton. Pyetje tjetër. Nuk jeni qelësuar për çfarë portali, apo profesor? Pyetje tjetër, nën kryetar. Nën kryetar Përsa po koordinatat Ai, janë fikse nën në kryetar. terren, unë nuk kam pse paragjykoj ato të ministrisë. I lutem. Po, det. Për sa i përket koordinata që thot, ai ka dresa këshilltar me bë pyetje çdo këshilltar. Por ato nuk guxon njëri me lujt se ata miraton ministria. Janë pikëtuar dhe nuk guxon me hyrje as me lujt as me ashtu monezë mas nesër. Jo, unë mendoj se do jetë një gabim teknik, se s'ka. Absolutisht është gabim teknik dhe është gabim Exceli. Është gabim e kuptojmë, po duhet ishte kap në ata. Edhe unë të mendoj, që është gabim shpejtësie, një presje, një numër, një edhe del në Somali. Se normales është, me shëmëria. Me edhe një, të lutem, me jep një minutë kohë të lutem, kryetare. Të nderuar, janë gabime Exceli, e kuptoj edhe unë është bërë gabim. Por si drejtor duhet ta kishte kap si gabim. Nuk është gabim ministri, janë gabime Exceli që i kanë erë. Absolutisht që po. Po, edhe unë ashtu mendoj. Altin, unë Gjithsesi, nuk kam se si e quj gabim Altin atë koordinat, për sa kohën e kam verifikuar në terren me raportin që kam bërë, dhe më kam koordinu drejta fikse. drejtar. Drejtar, është më korrekte me thënë që bëm një gabim njerëzor dhe e shofim, se sa ti më shojmë asaj që ministria gabim, ne gabim, ata gabim. Ai gabim, ajo koordinat që thot Altini do të verifikohet. Por nuk është kjo çështja kryesore, nuk është kjo çështja për cilën po diskutojmë. Kush ka diskutim tjetër, pyetje tjetër, po. Nuk ndëllavë pasë në surpresë herë. Kush ndërpreu? Për sa i përket firmës Kotica, është një biznesmen shumë i mirë, unë do të jemi sinqert, e kam shumë mik. Ka 35 vjet, 34 vjet që e pagu taksat bashkisë. Kanë ardhur njerëz nga Kavaja, nga Shjaku, nga Durrësi, nga Japonia, e kanë marrë këtu në zonën tonë. Sa mos e marrë ai që është venali, edhe taksa paguesi kësaj bashkie. Unë kam menimin që bashkë me kolegët e mi të Këshillit, ka qenë dhe sponsor të ekipi Mamursit prej 4 vitesh, ka sponsorizuar edhe për bashkinë, po që është nevoja ndihmon gjithmonë. Kështu që kam menimin se ta ndihmojmë ta fjalë si Këshilli. A mundem pak? I nderuar det, unë nuk kam gjë me Koticën. Unë se het si problematik, kam shumë respekt në distancë, absolutisht nuk e. Po është një problematik që duhet ishin kap nga ata. Nuk e kam drejt për drejt, as nuk e jap as digjë kush është. Më kuptoj, edhe jam pro sepse kanë domosdoshmë do punson, do shtron rrugë, janë pluse. Unë thjesht janë gabime që këto duhet firmë thotë, duhet licencuar. Madje ai s'ka licencuar që ka bërë hartën, e pranon, ndërsa për portalin duan licencë. E kupton dot se ç'a bëjnë? Për të hequr profesorit, mos mbledhjes, do ta ftojmë te detyria ta verifikojmë, ta bëjmë verifikim. Patjetër, nën kryetar, nuk është kjo gjëja kryesore. Albert, po. Sabajeti. Përshëndetje të gjithëve. Tani një sugjerim dashamirës më shumë për të gjithë drejtorët e Bashkisë Kurbin. Gjitha investim që është bërë, ju lutem rritni performancën në komunikim me antarët e Këshillit të Bashkisë. Ju lutem kontrolloni materialet të është bërë disa herë, nuk pse duhet harxojmë kohën, se është një datë ndryshe, është një shifër të ndryshe, është një kur ju keni shumë specialistë dhe ku shumica e drejtorëve të bashkisë kanë qenë vetë drejtues institucionesh. Më duket e papranueshme që të vazhdojmë mbledhje pas mbledhje. Kurse për mbështetjen e bizneseve unë jam dakord sepse krijon vende pune, hapen shumë mundësi për të ardhura për bashkinë. Përderisa është dhënë leja dhe lart, për të dyja subjektet jam dakord që okej.
kurse performanca asnjë drejtor në Bashkinë e Kurbimit dhe kudo nuk mund t'i detyroj ose t'i allthoj antarëve të Këshillit që ju e keni detyrim ligjor. Ishte një keqkuptim. Po duhet të Zoti nënkryetar, jo për tani, Zoti nënkryetar, jo për tani, se tani ka qenë vetë drejtues, po në përgjithësi, ju lutem jeni më të vëmendshëm dhe keni më shumë kujdes dhe respekt për antarët e Këshillit. Faleminderit. Po. Mirëdita të gjithëve. Të shonë më shumë edhe pyetje, po edhe i farë sqarimit duhet ta bëjmë këtë. Për sa i përket i herë radhë parë për raportin teknik, që është paraqit raporti teknik duhet të jetë i shoqëruar me dakordsinë e fshatarëve se do shteti u ka marrë herë nga 50 vjet u ka marrë tokën, ajo tokë dikujt tash. Pavarësisht se thonë jo është e shtetit, kështu kam pasur eksperiencën time e shtetit ishi po kena hik për lesh. Pra, kështu që Me gjithë respektin. Unë në radhë parë kërkoj që të ketë për këtë të dy subjektet ketë raport Unë mendoj se i kanë edhe nuk e kam lexuar. Atë në mjedis edhe të përderisa kanë marrë drejtor. Dakordësia me fshatarët, me qytetarët që janë dëgjesa që bin dakord. Dëgjoj. U deshta Oberdi, leja mjedisore që vën nga Ministria e Turizmit ka dhe klauzolën për dakordsinë me komunitetin. Dhe ajo në databasin e vet, website-in shpall datën e dëgjesës publike para se të miratoj lejen. Dhe më thanë është baja. Dhe në rast se në faqet databasit të website-it vet nuk ka kërkesë nga komuniteti për kundërshtim të këtij, ato kalojnë heshtje. Dhe është miratu në heshtje, a e ka ligji. Unë i kam ligjet të citume tek projekt vendimi që ju po t'i hapni, ta shef. Ne kena pas eksperiencën në Malbati di shumë mirë, që edhe Këshilli automatan, edhe njerëzit kanë shkuar deri në kryeminist. Unë me ty jam dakord, në rast se për mua si subjekt, për rastin konkret, kemi një peticion ose kundërshtim nga banorët me fakt konkret, jam dakord me ty. Po për sa ko nuk kemi ne si drejtori, si bashki, ne s'kemi pse të paragjykojmë. Jo, nuk ka paraqykim, po duhet pyetet se ti jetu desh me marrë diçka e objektit, duhet ta pyesish atë. Nëse pyet fare, s'ka si me kontaktet me banorët i kemi marrë. Dhe s'kam pas në kontakt në sepse ne kemi pas edhe lidhjen ato hedhjen e kullotave për qira dhe banorët që janë aty i kanë përdorin territorin për kullot dhe s'kan pas asnjë lloj pretendimi ose kundërshtim. Edhe jo, po s'kemi pas në i raport ose në i peticion kundra, për në i po të them. O, tjetër. Edhe tjetër i farkush sejti për komunitetin. Për dhe sa është miratua jo normalisht. Edhe një sjarim të vogël. Të shi duhet vu një Kurbini 2 rrugë ka malore, Gallatën 3, Selitën edhe Shumrin. Paksen edhe bashkia ka mirë majtën, po dhe tjeti klauzolja 2 makina shavu mi hedhën të 2-3 rrugë. 2 makina shavu, me gjithë se janë rrugë, po 2 makina shavu është mirë mirë. Unë eksperiencë ma shumë se ju nuk kam më berë. Deda përmeni faktin konkret për çdo subjekte, përmeni kontributin që ka dhënë komunitet, unë nuk i njoh më mirë se ju. Deda që ka një mo për sportin, mu një mo për rrugë. Nuk kem këtë dede. Po 2 makina shavu, nuk po mirë pa. Faleminderit. Sefedin, po. Atëherë, sa i përket 2 gororeve, unë jam kundra, për arsye se jam personi nga Mali Bardh, që cegu kolegu, që e kena vujt të merë atë ko, pavarësisht se, si që to drejtori, janë vendos nga lartë, sa ne i rregullojnë punët, po kur të vi puna në fshat, marrin 10-15 firma edhe komplet gatuni kundra. Kjo duhet rishiku e duhet sqaru mirë, se mësojmë si Malbar, si Borizane, pasojat janë të ndryshme. Kështu që nuk kena asi problem me këto firmat, fatmirësisht i kena zonës tonë, se ajo firma herës tjetër ishte me iniciale, se kena kuptu fare, veç se kena votu kundra. Kështu që dikush nështë ka interes se ka kushëri, dikush
mik, këtu nuk kena me votu as për mik, as për kushëri, por me zbatu ligjin edhe mos me cenu banorët. Në të mirë të komunitetit. Prani, të thirrim banorët edhe ose të shkojmë, krijojmë komision, shkojmë të verifikojmë venin, pastaj ta miratojmë, se nuk kena gjo me biznesmen tanë. Është po. Po në ngërtar, faleminderit. Për mu, zoti drejtor, boni një lapsus, si këtë rrallë, si erën tjetër, pa dashje. E kalumat pjesë. Ne kena drejt, Sekretar, faleminderit. Po, zoti Pashk. Tani përshëndetje gjithëve. Më vjen shumë mirë që në Kurbin dy subjekte aplikojnë për një titërsim të fondi pyjor kullësor në aktivitet privat. Kjo vetëm zhvillim ka. Vetëm onë pozitive. Por, përveç onë pozitive ka edhe në efekt negativ që nështë inshallah do zoti, kur bat transparenca atje për të mirën e subjekteve në rol, por dy subjekte që kanë apliku, që të mos ketë, mos ndeshkon nga njerëzit që banojnë atje, të fillu nga rruga kryesore, asfalti, e deri në pikën e fundit. Të mos penalizon nga banorët e mos u shkojë moni dam. Tani lidhje me grupin e punës. Subjektet kanë apliku ke Albania, është miratu nga Ministria ka dojnë me një projekt, me një vendim, është do një leje, a do t'ishte mirë kjo leja me qenë tuke materiali? Leja, është këtu, a do t'ishte mirë me qenë tu? A do t'ishte këtu, material tu? O shoku, leja që është miratu nga dikasteri, nga Ministria Përkatëse, a do t'ishte këtu, pyetje? A do t'ishte mirë me qenë to për transparencë? Nuk është detyrim, nuk e kemi detyrim. Për transparencë ba fjalla. Ne sjellim në rast se ju e kërkoni, por në relacion, po t'i vesh re, i ketë citu me gjitha numrat e lejeve. Në relacion kam citu me baza ligjore dhe zhako. Dhe po ta hapësh ke faqja, e gjen lejen për katë se kur afron. Okej, tani, a do t'ishte mirë fizikisht leja për një flet format që është leja, me qenë depozituar me këtu? A do t'ishte mirë, jem të bënë mirë, po t'ishte se një informacion më tepër është e. E dyta. Ju lutem, para e pasaj e herë në diskutim. Tani, ky projekt, ky licenca, ky projekti nga Ministria Karke e Bashkia, Karke e Këshillit Bashkisë, dhe njësia qeverisës vendore, që jenë ato e diskutu sëtë, del me një vendim. Ne qëse nuk mirator nga nga jonë, si le përhët? Nuk u mirator nga nga jonë, si le përhët? Në qofta se nuk miratohet nga nga juri, bashkia thjesht nuk mbledh të ardhët e këti subjekti. Dhe ju nuk boni do të penges për ushtrimin të aktivitetit të atit. Subjekt nuk bësh dhe të penges, sepse ka lejen... Se bini këtu atë herë për meratune? Po është procedurë vazhdim. Vazhdimin e procedurës për heqjen nga fondi pyjor. Pra i ka morë lejet për kasa dhe kërkon vetëm miratimin e procedurës për heqjen nga fondi pyjor. Ndërruar këshilltar. Nuk mundon, ha? Atëherë, lutem, a mund të jap përgjigje
Nderuar këshilltar, zoti Pashprenga, në respekt të ligjeve, çdo vendim dhe çdo kundërshtim që bëhet dhe nga ana e këshilltarëve dhe nga administratës është mirë që të bazohet në një bazë ligjore. Edhe në këtë rast, nga paktën nga interesimi që kemi bërë ministrinë, ti duhet të japësh një argument dhe një bazë ligjore kur e kundërshton një projekt dhe një relacion. Pra minimalisht është bara jote që ta kundërshtosh me një argument të qartë dhe me një bazë ligjore. Dhe këtë pyetje po ta bëjmë ty, me çfarë bazë ligjore dhe me argumenti. Pastaj, me ushtru të drejtën pro dhe kundër është po duhet argumentu sepse dhe ministria në shfrytëzim të kompetencave që ke si këshilltar, ke edhe detyrime si këshilltar, jo vetëm ca të drejta. Kështu që një arsye do ta japësh. Tani, s'po i hym sa gjëja sepse s'po bëjmë debate. Nëse është puna. Jam plotësisht dakord me argumentimin që disa këshilltarë bëjnë. Unë fjalinë e parë thash, është shumë mirë që dy subjekte kanë aplikuar në kurbin për këtë aktivitet. Kjo është shumë mirë për mua. Pjesa e dytë, po që puna me argumentuar me një thellë, ke probleme sociale, e thash edhe herë tjetër, ke probleme sociale që mund të dalin për shkak të këtyre aktiviteteve dy subjekteve, pastaj ndoshta do kthehet në bumerang edhe për subjektet edhe për popullsinë. Po janë hapa ligjor, ti e di shumë mirë janë hapa ligjor nga aja dhe e gëshëja. Nuk keme nga shkaluar si hap ligjor. Nën kryetar të lutem. Ju lutem, po. Edhe ke saktësia e vlerësimit bimësys pyjore e Florës dhe Faunës e përbenga me pasi rëtore e Zhezon, bravo e qoftë, kini bo një matje spektakulara. Vlera lansë për punimit 5.7 metër kub. Vlera drove zjarë 173.8 metër kub. Vlera problemit të dyta pyjore 168.9 kjuntal. 168 milion rëbull, le me pasi rëtore. Nuk del, nuk është normal, nuk është serioze, a kuptet? Nuk është serioze. Pashk, në gjë pa. Jo me presi rëture dhe i këtë masër burë. Tashi, ju lutem, nuk do merre me, është, lutem, drejtor, do ta jedhim votim. Sjerë një moment, ky raporti teknik që kemi hartune, Nuk do merremi me presje djetore, drejtor. ky shkon në ministri dhe miratohet nëse ne e kemi bërë rregull ose jo. Se përcakton vlerën e damit, ky shkon. Unë nuk thasë e keni bua mjera bukes, po sa pas ke qenë presi rëture burë, dhe pik 9, pik 8 dhe pik 7. Jemi të detyru t'i bëjmë konqis me çdo shifër për sa kohë ato shkojnë për verifikim ministri. Drejtar. Dhe dyta, planet e menaxhimit i kanë standardet fikse të përcaktimit landës drusore. Dhe janë ca koeficient që unë si luj dot. Drejtor, faleminderit. Atëherë, para se ta hedhim në votim, ju lutem ngjoni pak. Para se ta hedhim votim, mbështetur nenin 54 pika e ligji 139, votimi miratohet me 3/5 e votave të këshilltarëve. Do me thënë duhen 19 vota pra. Kush është pra? Kam dhe një pyetje, lutem. Atë lutem tani ne po flitshim deri tani. Bëje pyetjen te subjekti tjetër. Tashi unë e hedh në votim o e id. Po boje. Ha. Prit arbërse është tu fol. E di pse e kisha këtë pyetje, thjesht ndoshta është një lapsus ose është përditen herë që është vlera druve të zjarrit, kaq nuk kam asgjë tjetër, thjesht 173.8 metër kub me vlerën 600 lek të vjetra, ose 6.000 lek të vjetra, më falni, 600 lek. Më thënë, nderuar drejtor, vetëm këtë doja dija, që vlera e drurve për metër kub me 6.000 lek të vjetra. Unë në fakt, 1 metër kub dru e kam blerë ndimër me 70.000 lek minimumi. Nga nëzorë ti me 6.000 lek të vjetra, të lutem. Vetëm këtë përgjigje s'kam, faleminderit nëse mas qëra. A mund të përgjigjem? Po, patjetër. Dëgjoj, çdo tarif është e bazuar në BTM numër 888 që e keni aty. Mund ta hapni dhe të shihni pikën konkrete për llojit e lëndës drusore. BTM. A BTM ja di. Lexoj Luis. Nderuar drejtor, kjo tregon vlerën leare të tregut.
6 milion. Qësa se se ka të përmëja, Që do të gjithë në po gjithë ti se e ke. Atë lutem. Do ta hedhim votim. Do ta hedhim votim. Ju lutem. I nderuar drejtor, ne Ju lutem. jemi pro zhvillimit, jemi pro aktiviteteve, por lutem këto I dorën drejt kartonin arbër, miratohet. Kalojmë te pika tjetër që është e njëjta gjë, se është subjekti Agat Cara. A do t'i fillojmë diskutimet, a do ta hedhim votim? Në votim. Jo, dy fjalë për drejtorin. Drejtor. Kundër. Mos pyet pra, është një vot kundër, gjithë të tjerat janë pra. Faleminderit kryetare për kohën. I nderuar drejtor, me qenë ishim të hapat për treguar ndryshimin. Sipas një sekond. Atë lutem tash se s'do merremi me ato. E morëm vesh. Do bëj një koment mbi hartën tjetër. Sipas praktikave të kreatuara në udhëzimet dhe Agjencisë Kombëtare të Mjedisit dhe Agjencisë Zonave të Mbrojtura, modeli i hartës duhet përmbajë këto elemente. Ku po ti marr të dyja, Cara SHPK thot kufit qartë gjë referencuar i ka. Kufiri i fondit pyroër kullosar i ka, legjendat i ka, elementet natyrore i ka në hartë. Zonat e mbrojtura i ka bërë me shënime. Shkalla në hartës detin veriut e ka, që ti tregoj drejtorit se thotë është gabim është këtej. Dhe përveç se legjendat ke edhe inxhinierat për kranë në hartë. Kjo është ndryshimi drejtorë. Kjo këtu me këtë këtu. E jepim votim. Kjo ishin pyetjet e mia që bëra për hartën tjetër. Sigur i përmban kjo harta, duhet të kishte përmbajtur edhe harta tjetër. Shumë dakord. E jepim votim. Kush është për në lidhje me subjektin Agat Cara? Kundër. Kush është kundër? Një kundër miratohet. Kalojmë te pika tjetër. Po. Të dashur këshilltar, dëgjoj, u falenderoj një herë për votimin, por për nga ana teknike për çdo sugjerim dhe pyetje që keni pasur, unë jam i hap të vend dispozicion çdo dokumentacion që ju të sqaroheni dhe të qartësoni nga ana ligjore për shkeljet apo ato diskutime dhe sugjerime që ju mund të keni. Faleminderit. Projekt vendim për miratimin e një ndihme financiare nga Fondi Rezerv. Kush është? A ka nevojë për diskutim? E hedhim votim. Kundër, kush është? Miratohet. Projekt vendim për miratimin e një ndihme financiare për mbështetje financiare për strehim. A ka nevojë për diskutim? E hedhim votim. Po. Urdhra. Po. Cila drejtërie? Jam unë. Mirë, përshëndetje në gjithëve, kërkoj ndjesë për shkak të angazhimeve, me që jemi vetëm te projekt vendimi numër 5 kryetare për rindërtimin, besoj që jeni ndjenjësh familja Rama që prej 3 mbledhjesh
në këshill për shkak të banesës dhe unë besoj që nuk ka më nevojë për material shtesë këtu, pasi e kemi diskutuar në 3 mbledhje radhas të këshillit, duke qenë se është në proces gjyqësor për vërtetimin e pronësisë dhe ne si bashki dhe ju si këshilltar që nga mbledhja e radhës është lënë që kësaj familje t'i ofrohet një bonus qiraje deri në përfundimin e procesit gjyqësor në apel për ta bërë përfitues të procesit rindërtimit. Duke qenë se pallatet në Mamorras janë ndërtuar, por për shkak të pronësisë nuk është pall përfituese. Dhe besoj familjen Rama kemi 3 mbledhje që e diskutojmë. Nëse duhet dokument shtesë, nuk di çfarë dokumenti shtesë të sjellin. Thjesht t'i japim bonus qiraje deri në momentin e përfundimit gjyqit që del përfitues apo nuk del përfitues. Kush është pra? Ordra? Po. Dhe nëse Dhe nëse ma mirë kuptoni, është edhe një familje, në fakt e kemi pas dje në takim dhe nuk arritën bëjmë projekt, është Nduhe Gjoka në Pallatin 97, ku nga tërmeti vetëm kati i 5 është dhënë i pabanushëm. Në fakt, duam ta trajtojmë edhe këtë me një bonus qiraje deri në përfundim të ekspertizave të thelluara të gjithë pallatit. Dhe bashkë me Ramën kërkojmë këto 2 familje që të na i miratoni për t'i dhënë bonus qiraje deri në momentin e zgjidhjes problemit. Janë të procesit të rindërtimit. Nuk thash se nuk jam dakord me ta. Por e sugjerova me pas parasysh administrata mos vjen me 2 letra duke shërë vjen me vendosje kod identiteti, një kërkesë qytetarit. Ai e ka dosjen e plot të rindërtimit dhe ne kemi diskutuar edhe me dosje të plot. E kemi diskutuar edhe në mbledhjet më përpara, e ka dosjen e plot të rindërtimit. Dhe nëse duhet për të vënë dosjen, edhe për punë minutash, po familja Rama kemi 3 mbledhje këshilli që e diskutojmë për shkak të pronësisë që është në gjykatën e apelit. Dhe kemi kërkuar edhe nga këshilli që shpresoj sot sekretari i këshillit të ketë marrë që dhe këshilli bashkiak Kurbin ti drejtohet ashtu siç është drejtuar administrata kryetari i bashkisë gjykatës apelit për një përshpejtim procedure për shkak strehimit, sepse zonja është në moshë madhore dhe për shkak të strehimit duhet që të dali procesi gjyqësor, të dali shorti dhe për ta diskutuar dhe për dhënë vendimin. Pastaj nëse gjykata vendos pro familjes apo kundër familjes, ne zbatojmë vendimin e gjykatës. Po familja Rama ka 3 mbledhje radhasi që ju të dashur këshilltarë e keni miratuar e propozuar në disa mbledhje radhas se si duhet veprojmë. Madje kemi qenë për t'i dhënë pronën, por ligji nuk na lejon për sa kohë është në proces gjyqësor. Nëse ka një gjë shtesë për sqaruar, po Aida ka diçka. Lidhur edhe me dhënien e ndihmës financiare të Afertida Krashit, ndoshta për sugjerim dhe kjo ca fota bashkangjitur nuk do të bënin keq edhe për na njohur edhe ne me gjendjen e personit në fjalë, sepse si Afertida Krashi kam një 15 po të rëndisun që janë vërtet ndoshta dhe në kushte më të mjerueshme me familjet, me persona të cilët janë për spitale, pa shtëpi e pasi gjë tjetër, një relacion me kërkesë të zonjës në fjalë, me shkrim dorë, një firmë dhe një kartë identiteti e saj. Ka vetëm një certifikat personale dhe familjare, ndërsa të tjerë paktën edhe 2 foto mirë do të ishte, sepse mos i merrni, ju lutem, unë kam shumë konsiderat për secilin për jush edhe për punën, mos i merrni si personale, kam cilësuar disa herë, janë në shenjë të bashkëpunimit mes nesh dhe jush, për që ndoshta edhe ne tepër komod kur e ngrenë një karton për dhënë një ndihmë financiare, jo vetëm për këtë, po për qindra e mira që janë kështu në gjendjet e tillë. Unë kaq kisha, nuk e kam asgjë personale, ju a kam thënë dhe herë të tjera, faleminderit. Faleminderit. Atëre, përshëndetje, unë u bë disa ta herë që kam dhënë një emër, është një zonjë, është në moshë, është pa shtëpi, ja paguajnë qirat disa persona më shumë për bamirësi.
dhe nuk është dhënë ndihma sepse thonë nuk kemi ndihmë për momentin. Me që po kalojnë këto emra, ta kalojnë dhe emrin e kësaj, gjithë besoj se e njohin, Pranvera Dragoje ka emrin, është një zonjë e vetmuar, nuk ka asnjëri. Ti bëhet verifikim. Dakor. Ndërsa këshilltare, me që ju shprehni edhe kërkesën edhe për një emër tjetër, mund të miratohet nga Këshilli dhe në parim, mund t'i bëhet verifikimi nga Shërbimi Social në banesë, sepse rastit të Afërdita Krashit, mbas kërkesës edhe të një sëmundje të rënë që zonja ka, i është bërë verifikimi në banesë, Shërbimi Social disponon gjithë dosjen e plot të saj dhe është e verifikueshme dhe e kontrollueshme, pa Shërbimin Social ne nuk kalojmë asnjë ndihmë financiare, nëse ju përkoni ta miratoni, është e drejta juaj, e miratoni në parim, i bëhet verifikimi në banesë nga gjithë Shërbimi Social, i emrit të dytë jo Afërditës, dhe patjetër ne nuk jemi kundra për dhënë ndihmë financiare, çdo lloj banori të komunitetit tonë, jemi të hapur bashkë me ju, besoj, për dhënë, por duhet ditur që edhe buxheti i Bashkisë Kurbin, fondi i rezervë që është për këto familje, nuk është dhe aq i madh sa për të përballuar të gjithë komunitetin apo për të dhënë ndihmë financiare gjithë komunitetit në Kurbin. Por raste të veçanta, sidomos në raste smundjesh apo strehimi apo mos mungesa e punës, e tjerë verifikohen nga ne dhe patjetër ne paraqesim Këshillit për miratim. Kështu që çdo rast që vjen në Këshill, t'jeni bindur është i verifikuar nga gjithë struktura jonë, sepse kemi detyrim ligjor ta verifikojmë. Dhe nuk vjen asnjë rast këtu që duam ne t'i japim një ndihmë financiare apo duam ne t'i kalojmë një ndihmë financiare. Rastet janë të verifikuara në banesë, por edhe me gjithë dokumentacionin të marrë në gjithë institucionet, se nëse gëzojnë dokumenta të tjera që gëzojnë prona, apo kanë mundësi punësimi apo të tjera, patjetër Këshillit nuk i vin për të kërkuar miratimin e këtyre familjeve. Atëherë, e hedhim votim, do ta hedhim për të tre emrat, lutem i thojni emrin. Po. Mas Alberti. Ta kam dhënë si e. Po. E di se si e ka. I e kretë në rregull. Ative pikat mbi. Tjetër. Po, Erisa. Po. Atëherë, ati kalojmë të tre emrat. Kush është pra? Kundër? Miratohet. Tashti, rendi ditës. Jo.